Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Ritakohemi përsëri së bashku, si çdo herë të hënë në orën 20:30. Ne qëndrojmë besnik këtu në studio nga emisionin ton Sport e natyrisht ju me pultin tuaj qëndroni në RTS Korça. Jemi në javët e fundit të gjithë veprimtarive. Ka filluar të jepten verdiktet dhe verdikti i parë është dhënë nga futbolli. Edhe pse duhen 2 javë të përfundojë sezoni, mund të themi tashmë Skënderbeu në Super League. Kemi thënë gjatë emisioneve të kaluara Skënderbeu me 1 këmbë në Super League, por tashmë është jo vetëm me 2 këmbët, por po qëndron lart, duke pretenduar tani tashmë edhe për fitimin e titullit kampion. E natyrisht më pas e ndjek Laçi. 2 ekipe që ishin dorë për dore në sezonin e kaluar, që ranë në kategorinë e parë, duket se u kapën krah për krah dhe u ngjitën përsëri. E natyrisht Pogradeci sfidanti nuk arriti dot në javën e fundit në përballjen e drejt për drejt të arrinte dhe të ishte ai. Por gjithsesi, Pogradeci ka rrugën e gjatë. Duhet thënë se kanë përfunduar edhe tek futbolli duke qëndruar edhe janë dhënë verdiktet përfundimtare tek kategoria e dytë. Maliqi do të luajë në play-off, e ndërkohë që Devolli qëndron në mezin e artët të tabelës. Duke mbyllur kështu një sezon që natyrisht do të analizohet edhe në emisionet e mëtejshme, ne do të kemi përfaqësues të ftuar të gjithë ekipe. Por kemi mësuar tashmë që voleybolli i meshkujve do të jetë në finalen e madhe. Do të jetë në finalen e madhe me Partizanin. Pas arritjes kalimit të gjysmëfinales ka kaluar tashmë në finale. Ndërkohë që është shuar ëndra në gjysmëfinale pikërisht për ekipin e femrave të ekipit të Skënderbeut. Dhe do të jetë Pogradeci që do të diskutojë titullin kampion e natyrisht presim në juglindje të vi e pse jo edhe një kupë. Ndërkohë që në gjysmëfinale është skualifikuar dhe ekipi i basketbollit. Këto dhe të tjera do të diskutojmë në emisionin ton të sotëm Sport këtu në RTS Korça. Kam një panel interesant sot. E natyrisht para fillimit të emisionit kanë filluar debatet në studio, uroj që debatet i kem edhe gjatë këtij emisioni. Por të mosharojmë, kemi dhe lidhjet e drejt për drejta me të gjithë bashkëpunëtorët dhe gazetarët tanë. Por si ne zakonisht kemi thënë në çdo emision që do të kemi lidhje me Ervin Baku, por sot nuk do të kemi lidhje me Ervin Baku. Jo, nuk do të na mungoj. Është në studio dhe pikërisht e përshëndes Ervin Baku, mirë se ka ardhur. Faleminderit që jam në dy fish në shtëpinë time, në Korçën time dhe në Radio Televizionin Shqiptar, po do doja ta nisja nga prezantimin nga profesori nuk mërzitet. Profesori i mbadh i futbollit shqiptar. Ju jeni miku i sot. Të gjithë respektojnë. Faleminderit. Natyrisht miq e pat Dimitra Xhambazi në studio në panelin e sotëm. Për të vazhduar me temën me Pandush Kapedanin. Pandush, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Petrika Vangjeli, mirëmbrëma. Romi, me këtë panel që ke ti sot mua më vjen zor të kërkoj fjalë. Janë të 3 legjenda në 3 fusha të ndryshme. Po shiko, se ti the të kërkoj faljen. Aty shkoj. Po dhe falje të kërkoj që më ke marrë mua këtu. Unë të falenderoj një herë që nga treshja jote e mushtrutierëve ke mbajtur Petrika. Falenderoj. Jo, mund të jetë, nuk e di, mund të jetë rrethana, po mua do më pëlqente të kisha Petrikën. Jo, mos ja bëj kaq se është drejtuesi i emisionit tash e them. E di? Jemi së bashku me. E di? Po, për tash e them është i pari? I pari. Ervin Baku 60 minuta në fushën time. Sot je 90 minuta. Radio Tirana çdo të hënë në orën 14:05. Një prediksim të rregull është Petrika. Petrika, profesori që e ke pasur. Profesorin e madh e kam patur dhe tash e kam ftuar këtë, po bën ta ngrëllër, s'po vjen. Jo, do vim. Ë? Do vi. Do vi. Sepse e meriton, dëgjoj. Sot ishte emisioni 387, unë mendoj që emisioni është gjatë 60 minuta në fushën time me kampionët e gjithë sportit shqiptar, sepse ky brez duhet kuptuar që ka patur sport shumë cilësor në Shqipëri. Dhe ky është misioni ky është qëllimi i emisionit, ti transmetoj brezave atë forcën, pasionin, grintën. Pasioni, Romeo, pasioni është pasioni shumë malet. Baku, duke qëndruar në këtë linjë, unë të paktën po e na çoj në këtë momente që edhe në RTS Korça do të fillojë një emision ditën e premte që do të jetë pak a shumë në linjën tënde. Ku do të jetë të gjitha figurat sportive të Korçës në një podcast të Llazi Sarës dhe Enea Prenjasit. Bravo. Xhambazi, duket për të marrë pak sponsor sepse vini ta prish të gjithë skenarin e emisionit. Këtë skaletën e mbaj kot tani unë këtu. Shko. Bravo. Jo, Baku është 60 minuta thotë në fushën time, ne jemi 90 minuta këtu në fushën tonë. Ta luajmë në topin tani? Po, kalojmë dhe do kalojmë shumë mirë se jemi shumë të qetë. Shumë të qetë.
Petrika, kështë që? Jo, është kjo që thot profesori, jemi shumë të qetë tani. I në qetë. Po qetësove, ë? Po. Okej, atëherë si zakonisht si që shkaj fillojmë me tabelën e parë që na ndihmon regjia, janë rezultatet e kësaj jave. Pra si thash, verdikti përfundimtar tashmë për Kreun është vendosur, dy ekipet janë mësuar, dy ekipet e Superligës, dilema është se kush do të jetë. Ndërkohë ja dhe këto rezultate. Luftëtari Boreli 2-0, Apolonia Besa 1-2, Kuksi Korabi 1-1, Laçi Pogradeci 2-0, Lushja Iliria 0-3 dhe Skënderbeu Kastrioti 4-0. Ndërkohë le të shikojmë edhe renditjen, është tabela e radhës, ja pikërisht në këto momente është tabela ku tashmë është e Kogja mbasi themi. Skënderbeu Laçi janë dy ekipe që kanë hyrë në Superligë. Ju keni qenë një prej tyre që keni besuar shumë që ky Skënderbeu do të rikthehej përsëri. Edhe pse gjatë gjithë kohës ne kemi qenë së bashku në studio dhe në momentet e caktuara edhe kemi qenë pak kritik, kemi qenë në momentet e caktuara edhe pak me frikë, ta pranojmë këtë. Nuk duhet Skënderbeu me traditë dhe Skënderbeu me emër nuk do të arrinte deri në atë fazë që të diskutonte kalimin në superiore. Nuk kishte kuptim sepse ne që në fazën e parë pam që ekipi Skënderbeut diferencoi me 8-9 pikë, ndoshta edhe më shumë. Dhe diçka në fazën e dytë në periudhën e janar shkurtit që lojtarët me vonesë, mungesa e tyre, ato grindet, griprat e ndryshme që mund të ndodhin në ekip bën të mundur që ekipit mos kalonte, por unë gjithmonë kam pasur besim dhe ky besim u duk edhe në ndeshjen e dieshme me një rezultat 4-0, gjë që tregon që ekipi Skënderbeut është në rrugë të mbar, kuptohet që ai arriti objektivin dhe ne tani do t'i urojmë të ketë suksese në kategorinë super. Do ta diskutojmë edhe vërtet se çfarë do ndodhë me këtë Skënderbeu. Pandosh 2 javë para përfundimit është siguruar Superliga, ndërkohë që titulli kampion do të diskutohet natyrisht ndofta në atë ndeshjen e fundit Skënderbeu Laçi. Unë si dhe profesor Tashoja e kemi mbrojtur gjithmonë këtë tezë, po dhe Ervini gjithashtu që Skënderbeu është në superiore. Gjithsesi, oscilacione gjatë gjithë vitit ishin prezent në ekip. Nuk e di pse, por sot nuk është koha për diskutuar ato që kanë kaluar, sot është koha që, si shta dhe Tashoja, që të jemi të qetë, diskutojmë të qetë, të diskutojmë me një sy më të qetë problemin. Skënderbeu të urojmë shumë sukses që është në kategorinë superiore. Të mirat dhe të këqijat imbulovi rezultati i fundit, si dhe rezultati ndeshjes Laçi Pogradeci, kështu që çfarë do të themi tash, atje marrin të drejtë të gjithë, presidenti, trajneri, lojtarët, fituesi nuk gjykohet. Ky është mendimi tim. Petrika? Tek pjesa që do jemi të qetë është normale tani, sepse jemi këtu ku jemi, arritëm objektivin, por që të themi që ky Skënderbeu pati vështirësi dhe domethënë është e kot, sepse ne kemi diskutuar javë pas jave që për mua ky ekip nuk ishte i aftë të shkonte në kategorinë superiore, po gjithsesi ja dolëm, i fituam ato ndeshjet e fundit me pragmatizëm. Pothuajse gjithë kampionatin kemi fituar me pragmatizëm dhe është edhe ajo që tha profesor Zhambazi që ky emri Skënderbeu dhe kjo traditë dhe kjo peshfanellë dhe të gjitha këto ndikuan në ecjen e këtij Skënderbeut, sepse si cilësi dhe si ekip unë them që nuk e kishim të aftë për të ngjitur në superiore. Por fati mirë toni ishte që dhe Pogradeci dhe Laçi patën dhe ato oscilacionet e veta dhe ne u treguam pak më të saktë në pjesën e verdiktit final. Duke patur ball për ball Tasho Xhambazin këtu, dua të them diçka. Kur themi për problemin e fanellës, ka fanella shumë më të rënda, shumë më të rënda se Skënderbeu. Për shembull është Vlora. Në këtë kategori në këtë kategori s'kishte. Por të lutem shumë, këtë fanellën e rëndë të Skënderbeut t'i japim një kohë zgjatje, një kohë të caktuar, t'i japim 2000 Skënderbeu Europian. Më mirë ta saktësojmë të pjesë se sa të themi Skënderbeu i madh. Skënderbeu ka qenë gjithmonë dhe këtë po e them për herë të parë. S'mund të themi që ka fanela më të rënda se Skënderbeu. Fanela më të rënda se Skënderbeu, për shembull, sepse Skënderbeu ka shkuar 2 herë në grupet e Europa Ligës. Jo të Europa Ligës, jo të Conference Ligës, të Europa Ligës. Atë që ka bërë Skënderbeu i 2012-ës, 2018-ës, ai është ekipi më i mirë të gjitha kohërave që ka patur futbolli shqiptar. Ky problem ky problem është i padiskutueshëm, nuk ka të diskutuar ky problem. Për shembull, nuk hyn as Tirana e Madhe, e Muçës, e Lekbellos, e këtyre e Josës, as Flamurtari i madh i Vasil Rucit e Çishin, por po flas sepse në atë
kategori janë dhe ekipet e tjera me fanelë shumë të rëndë, në atë kohë, si për shembull siç është Besa. Shumë emri i madh. Por nuk mund të thuash, janë ekipe që deri në ato vite janë luatur. Ka marrë një titull kampion Besa? Edhe një herë, ta ndajmë Skënderbeu. Po jo pra, ta ndajmë Skënderbeu me madh 2000 vit. T'japim Dan Jegjvin atje, domethënë Skënderbeu Europian. Skënderbeu Europian është i pari që do të ndushi. Është ekipi më i madh. Yri pak më thellë, domethënë yri pak vite më përpara pandushi, prandaj deshte këtë. Okej, Baku po qëndroj pak me ty, pasi regjia, gjatë lutem para se pasi të marrish te kjo, të paktën për respektet të publikut, regjia do të më ndihmojë me disa foto tani në këtë moment dhe dua një komentin tuaj për fotot të cilat do të transmetohen tani në këtë çast. Regjia do të më japë në ekran, janë për ju Baku. Të lutem regjia. Po. Një koment Baku. Këtu jemi në kongresin e 88 të AIPS-it, shoqata ndërkombëtare e gazetarëve të sportit. Po, mund të vazhdojmë me foton tjetër? Që u mbajt në Lozan javën e kaluar nga 9 deri në 9 deri në 14 prill. Vjen keq sepse nuk i kapa do pashkët këtë vit. Ja dhe Albania? Po. E përfaqësuar nga Ervin Baku. Që prej 4 vjetësh unë përfaqësoj Shqipërinë në shoqatën ndërkombëtare të gazetarëve të sportit, është e vetmja shoqatë që njeh bota. Dhe këtë herë, siç duket, kam bërë punë të mirë këto 4 vjet dhe kolegët europian më zgjodhen antar të Komitetit Ekzekutiv të AIPS-it Europës. Xhambazi. Bravo. Kënaqemi. Ky është një lajm, ky është vërtet lajm. Ky është vërtet lajm. Do prandaj është ta linja ekskluziv. Dhe unë të falenderoj sepse ne duam të bëjmë një punë më të mirë për gjithë kolegët tanë dhe unë i ftoj gjithë gazetarët e sportit që punojnë dhe jetojnë të Krosht të antarësohen të AIPS-i. Është një kartë 2 vjeçare që ne pse e marrim pasaportën? Ti pse e merr pasaportën? Po të tregojmë ty, po të drejtojmë. Për çfarë e merr? Që të identifikohesh nga cili shtet ose... Bravo, kjo është një kartë që të identifikon ty që je gazetar i sportit. Dhe ti në çdo vend ke lehtësira të padiskutueshme. Baku, do të thotë që më bëri përshtypje ishte fakti antar i Komitetit Ekzekutiv. Po. Dhe ka dhe një kryesi të vogël apo? Patjetër, domethënë drejtuesi AIPS-it të Europës është gazetari L'Equipe. L'Equipe është e përditshmja franceze e futbollit dhe sporteve tjerë, Mark Ventujak. Siç duket ato janë të kënaqur këto 4 vjet për punën time dhe më dhanë besimin dhe unë do ta përfaqësoj ashtu siç e kam përfaqësuar deri tani në Shqipërinë drejtësisht. Por të them dhe aty. Po. Antarësohuni ke AIPS-i. Është një kartë që kushton 2 vjeçare, që kushton më pak se €1 në muaj. €1. Po të identifikon ty si gazetar. Pandush, çdo thotë kjo për gazetarinë shqiptare dhe kjo është një dhe për vinin. Kjo është një event. Jemi krenar që e kemi në studio që është bashkë me një gazetari nivelit të këtillë. L'Equipe është një gazetë prestigjioze e shumë e vjetër që e kam ndjekur që kur isha student në Institutin e Kulturës që vinin në revistat në France Football dhe vishim me pikatore. Me pikatore, ndoshta edhe ty të kanë në dorën Elsa në bibliotekën e shkollës. Që vinim shef. Po kështu është kur kemi vite të tëra në sport. Profesor, po të jesh panel të tillë nuk e di del je mes të dashtëve këtu. Po dëgjoj. Duket sa ke të vështirë edhe unë sot. Jo, vërtet është një kënaqësi, domethënë kur dëgjon kështu, domethënë persona njerëz të... Nuk është thjesht se është vini, ai që larson Shqipërinë, larson gazetarinë sportive shqiptare. Absolutisht, ne gëzohemi me një ekip, ashtu siç u gëzuam radhën e parë para 2-3 javësh për ekipin e ciklizmit. Ne mos gëzohemi për një event të tillë që siç e tha dhe Pandushi, domethënë hyn në rangje më të larta dhe ne është kënaqësi që edhe ne marrim pjesë në këto evente dhe duket sikur po vini më shpejt në Europë, apo ka hyrë vit. Jo. Okej, po vini, lutem bashkë. Ideja është e tillë që mua më vjen mirë sepse jo, nëpërmjet te ne japim një mesazh që kupton. Përfaqësoj Shqipërinë, e thash edhe një herë dhe unë jam me shumë modesti dhe nuk ka asnjë gjë të keqe, është puna që të bëjmë punë të mira domethënë. Po ja dhe fjalën të treve, do më japësh dhe mua fjalën për Skënderbeun. Kam dhe një pyetje tjetër pastaj për Skënderbeun për ty. Të paktën nga informacionet që un kam, di që po punoni për një film, telereportazh
nuk e di dokumentar. Dokumentar. Mund të ketë gjithë brenda për Janikaç, ikonën e. Kush të ka thënë për Po mirë, lajmi vjen, gazetarët marrin, Petri Kaçar bën këto më thon, se çfarë kujtohet. Jo, nuk e di ja. Se di këtë. Jo. Se di këtë, mirë, okay. Dgjoj, më vjen mirë që ma preke këtë. Po. Para pak vitesh shkoj në promovimin e një dokumentari për Sulejman Maliqatin. Portierin e madh. Ti ke luajtur taqo me Maliqatin? E ka lënë atë kohë kur ka filluar. Dhe më pëlqeu shumë. Kishin shkuar në Leipzig. Po, me Partizanin. Ishte një film tamam, se thash, unë kam bërë shkollën gazetarisë në Francë dhe më pëlqeu shumë dhe mbaroi dokumentarin, thash kush e ka bërë? Dhe kishte bërë shtëpia e produksionit Ylli Pepos me Xhemal Reçin. Dhe bashkohem me Ylli Pepon dhe Xhemal Reçin për të bërë një film dokumentar për Janikaçin. Në çfarë? E kemi filluar, kemi ecur goxha, kemi bërë 10 intervista, po ju e dini që këto filmat dokumentar kërkojnë një farë kost, kanë një kosto. Po, natyrisht. Për shembull tani po bëhet një film dokumentar për Sulejman Demollarin. Dhe Qendra e Kulturës së Kinematografisë zgjodhi një shtëpi dhe po e bëjnë ato. Tani të falenderoj shumë njerë që ma dhe këtë mundësi. I kemi bërë kërkesë Bashkisë së Korçës. Zyrtare. Përgjigje? Për të mbështetur. Nuk kemi marrë përgjigje. Privatisht kam konsumuar me kryetarin e bashkisë dhe me deputetin e madhërishëm të Korçës, që na kam premtuar, nuk dua unë, s'do Ervin Baku asgjë. Ti hedhi në llogarinë e Një minut. Në llogarinë e shtëpisë produksionit të Ylli Pepos. Dhe atë emailin që ne kemi çuar kërkesë, ta shqyrtojnë. Mos bëjnë, e meriton apo jo, ta vendosin ata. Mos luajnë me, e kupton? Mos më vën mua dhe të tjerë në pozitë të vështirë. Ka shumë figura Korça. Mirë, po këto, dëgjoj, jo, se jam i irrituar dhe duhet bërë punë, dëgjoj, mos bëjnë, e kupton ti? Këto janë vlera më. Këto janë vlerat. Ore, këtu duhet i drejtoj Sytrinia. Te Jani, ke Taqo, ke Pandushi. Po pikrisht dhe ne prandaj marrim studio, kaq kemi mundësi. Po e pra. Kaq kemi mundësi dhe unë i falenderoj që gjithmonë janë. Unë i bëj thirrje kryetarit bashkisë atë emailin që ka marr propozimin, t'japi përgjigje, më ta studioj. Ore, jo ta studioj. Ore ta hedhin këshill bashkiak. Baku, atëherë se dikush mund të më keq kuptoj kur thash pak më përpara për Skënderbeun, nëse ka figura Skënderbeu mund të identifikohet në futboll, prandaj thash atë madhështinë e Skënderbeut dhe super madhështinë e Skënderbeut. Këta figura për mua janë Todo Vaso, Koço Dinella, Taqo Xhambazi, Janikaçi dhe Milutin Kërçiç, talenti më i madh i futbollit shqiptar, po i paber. Bravo, po. Talenti më i madh i futbollit shqiptar, po i paber. I persekutuar. Për arsyet nuk dua të kyet në këtë mesele. Nëse do të identifikosh futbollin korçar, unë emra më të mëdhenj se këta nuk di. Po, më padush më lindë drejta të them që jo vetëm tek futbolli, sepse këta të pestë janë ikona të futbollit. Okej, unë do thosha jo vetëm futbolli, por edhe basketbolli, por edhe atletiko, pa diskutim Lidasheu më madhe e basketbollit shqiptar. E nuk di, domethënë nga ta kapësh përpara për të thënë që ne që dolëm në futbolli, sepse po të hyjmë pasaj të. Okej. Atëherë, po, të kthehemi tek realiteti. Jo. Kishte gjë për të thënë? Për Skënderbeun. Po pra, tek Skënderbeu, po para se të kaloj. Jo, po ja dhe fjalën atyre treve. Po ja dhash, por do të kaloj, ty do ta jam më një herë pas kronikës. Okej. Atëherë, le të ndjekim kronikën e përgatitur dhe çfarë ka deklaruar trajneri Gjoka pas përfundimit të këtij takimi. Regjia mund të më ndihmojë me kronikën në këtë çast. Pas një rrugë të gjatë të mbushur me vështirësi, momente delikate dhe presion të vazhdueshëm, Skënderbeu arrin të rikthehet në kategorinë superiore, duke kurorzuar një sezon që kërkoi karakter të fortë dhe besim deri në fund. Skuadra korçare kaloi periudha jo të lehta, me luhatje në formë dhe ndeshje të komplikuara që vunë në provë grupin, por në momentet më të vështira tregoi pjekuri dhe forcë për të reaguar. Në drejtimin e trajnerit Ernest Gjoka, ekipi arriti të ruaj fokusin dhe të ndërtoi një ecuri solide drejt objektivit madhor. Fitoria e thellë 4-0 ndaj Kastriotit ishte vetëm kulmi një pune të gjatë,
ndërsa pasaj fshihet një sezon me sakrifica, përballje të forta dhe vendime kyçe që çuan Skënderbeun aty ku i takon, në elitën e futbollit shqiptar. Është një funksion shumë e mirë, sepse tjetë që në momentin që erdha ishte një moment i vështirë për Skënderbeun dhe tjeva si detyrim moral, por dhe profesional që të vazhdoja si vjetë dhe të rikuperojnë atë gabim që bëm vjetë. Kështu që është një kënaqësi shumë e madhe që mërë në Skënderbeun të shkoj aty ku i takon në Superligën shqiptare. Pavarësisht sa ndeshje që fituan, ne kemi pas një vit shumë gjatë, shumë të fortë, shumë të egër. Kjo lloj kategorie është një kategori shumë specifike dhe shumë e egër. Kështu që ne e kemi përballuar me sukses. Kemi gati 9 muaj në vend parë. Korça sot feston jo thjesht një ngjitje, por një rikthim të merituar pas një rruge të vështirë. Ndërkohë liçenorët e Pogradecit mbetën në kategorinë e parë duke humbur mundësinë përballë Laçit, me kurbinasit që i bashkohen kështu Skënderbeut në elitën e futbollit shqiptar. Në elitën e futbollit shqiptar, thot kronika në fund Xhambazi. Dhe kjo ndofta na bën tani që të jemi sot më entuziastë. Ndoqëm edhe intervistën e Gjokës, dhe që më bëri përshtypje në intervistën e tij ishte fakti që ai më shumë kujtonte atë Skënderbeun e madh, thori kthye Skënderbeu europian. Gjithmonë, edhe ne këtu në studio, sa filluam me Skënderbeun, na u kujtua Skënderbeu i madh, Skënderbeu i 10 viteve përpara. Ai Skënderbeu që bëri emër jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë dhe në botë, por themi që kishte drejt, sepse ekipi Skënderbeut, që nga ndeshja e parë deri në ndeshjen e 31, pavarësisht nga oscilacione që ka pasur, ka qenë në udhëheqje të kampionatit. E ndikur dhe duke pasur një presion nga Laçi, ka bërë të mundur që ky Skënderbeu herë të luante shumë mirë me rezultate shumë të larta dhe herë të kishte probleme, ashtu siç kemi diskutuar dhe i kemi kritikuar. Po e gjithë periudha e këtij viti kalendarik sportiv për ekipin e Skënderbeut ka qenë pozitiv dhe përderisa ne hyjmë në superiore dhe kemi mendimin dhe kemi përvojën për ta kaluar këtë superiore ashtu siç duhet, them që ka qenë rezultat pozitiv i ekipit të Korçës. Po të bësh një analizë në arritjen e këtij suksesi, mund të më thoni disa prej pikave më të forta të këtij ekipi? Nëse duhet të bëj një analizë këtij ekipi, pika më e fortë sipas të gjithë gojdhenave të fundit është presidenti i ekipit të Skënderbeut. Për mendimin tim, po ta shikosh. Se kuptova këtë. Po presidenti i ekipit. Ishte e bukur kjo, që e thellë kjo shumë. Ha? Ishte shumë e thellë kjo. Sepse Edhe që shumë e bukur. Ku që dënon të thellësia? Thellësia e kësaj është që dhe neve jemi koshient këtu se çfarë kampionati zhvillohet në kategorinë e parë, se si zhvillohet, se si vajtën punët, se çfarë debatesh janë bërë këtu në studio me disë të ftuarve dhe gazetarëve tuaj, sidomos me Petrikën, për gjendjen e nivelit të futbollit, për gjendjen e kategorisë së parë të futbollit, për gjendjen e terrenit, për sjelljen e lojtarëve në fushë, për arbitrimet, për to gjëra, kështu që diku e kishte profesori se presidenti që kur doli aty. Prandaj jeni të dy ballë për ballë. Presidenti që kur doli te ne në lidhje direkte tha që mos u shqetësoni, tha, ne jemi aty 99% ne jemi të ngjitur. E mbajti dorën, ja kam dhënë dorën në stadium, urime i thash president, e mbajti fjalën. Dhe e mbajti fjalën. Tha për në Superligë, domethënë. Në Superligë pra. Ndërsa për titullin kampion? Ajo nuk ka rëndësi fare, ajo nuk luhet për këtu gjersa hyn në kategorinë superiore, nuk ka lidhje. Tash do më japësh të mu fjalën se u bë Gjiro e dytë se ke marrë. Kështu që për mendimin tim e mbylla, për mendimin tim pika më e fortë e këtij ekipi ishte presidenti i klubit. Mbas Tronikës tha që fjalën do ta marrësh ti. Ja dha, unë nuk ndryra se ishte taqo, se ishte po t'ishe ti do ndryja ti. Po mos marrëzo minutat baku, ec. Si teci. Eci u bën 2 Gjiro s'ma dhe fjalën. Vazhdo në të tretën. Dgjoj. Po ti si nxjerr asnjëherë regjistrimeve, po unë flas kot. Jo, po jo, ke të drejtë. Keni YouTube ato. E ke. Ta kam thënë që në kryet herës që Skënderbeu është në superiore. Pse? Nuk jam profet. Duke parë kompozimin e lojtarëve të gjitha skuadrave, duke parë një president që është i vetmi president për mua që e njeh futbollin. Që e njeh, si a hedh dot aty. Ati si shet dot një lojtar me video. Këtyre tjerëve të hanë sapunin jo për djathtë, po për Carpaccio e për ati si a hedh dot. E njeh futbollin. Po, 2 pika. Dhe duke parë gjitha këto, unë thash që Skënderbeu është patjetër. Pse
dhe unë fakt prisja një mea culpa nga Petrika, po nuk do i them, sepse në fakt në fundit mirë bëjnë dhe kritikat. Po ta mendosh. Po, edhe kritika është... Bravo. Më mirë kritik do njërë se sa... Ti duhet kuptosh që në një kampionat ku ty çdo ekip të vjen me 300%. Po, është në drejtën e tij të luaj. Jo. Ai kur vjen të luaj me Skënderbeun, ti thua luaj me 80, ti thua? Jo. Ato vinë kështu si po luajnë me Realin, me Barcelona, me Bayern. Natyrisht të përvoja. Dhe duke padur parasysh që në një kampionat të kategorisë parë të vit që unë kam parë një teatr, që të them, gjithande. Po gjithande. Po gjithande, si, gjithande. Vini ku e bazon këtë pjesën që vinë luajnë me 300%? Po vinë. Ne jemi faktikisht e ke pak të drejtë sepse ne jemi reklamë për çdo futbollist në kategorinë e parë. Ne jemi reklamë. Po s'lua, këtu do ta shikojnë atë lojtarët kundër Skënderbeut dhe madje un kam parë 2-3 lojtar, po do t'ja them vetë Gjançit, një 2-3 lojtar që më kanë më përshtypje në kategori të parë. Na i ka gazdare na vajte në menaxhimin tani. Jo, mund, po e kam qejf atë bre, është puna time e ëndrave ajo. Menaxhimi. Gjançi do të ketë kujdes. Marketingu i lojtarëve. Puna time e ëndrave. Nese. E bukur ka. Dhe po thoja që vini dhe ne jemi reklamë këtu dhe do normalisht do luanin. Sa i takon pjesës tjetër të teatrit, pastaj është pjesë tjetër ajo. Domethënë 200, ti the 300, 100 e kanë nga teatri, 200 i kanë nga... Në një rast të vetëm Skënderbeu është ndihmuar nga arbitrat, në dijenin time. Ajo penaltia me... Fjerin. Me Ilirin. Penaltia... Në 94. 90%. Ajo, që pastaj, se unë ju ndjek nga fillimi në fund. Pastaj pandushi u bashkua me mua, se unë i thash, se s'ka penalti në 50, o ka penalti o s'ka, apo jo Tasho? Tasho e thash penalti në 50%. Vetëm në atë rast, ka filluar, si ta thonë dhe është në fillimet e penaltisë. Në atë rast, Skënderbeu është në memorien time gjatë gjithë kampionatit. Dgjoj, se unë kam dhe pak konflikt interesi. Unë me zi pres, se ky Skënderbeu Europian i Shqipërisë është një shpitje imja. Unë e kam bërë të Skënderbeu Europian i Shqipërisë. Unë me zi pres t'jem aty në moderimin e Skënderbeut në Europë. Okej, atëherë, veç më kalove te kjo pjesë, dua të më japësh një informacion ose lajm ekskluziva, quaj si të duash. Çfarë ke pasur në bisedën me Takaj? Kam patur një bisedë sot me Takaj, po. Edhe këtë e kam marrë vesh, shko? Edhe Eurova, patjetër. Duke që përgjojnë telefonat. Trukaller është i rreziqshëm. Eurova, patjetër, me shpirt, me zemër. Dgjoj. Unë kam punuar 20 vjet në Strasbourg dhe në Bruxelles. Me Takaj? Jo. Unë si Ervin. Dhe në tavolinat e mia kam parë gjithë politikanët shqiptarë, europian, dhe po të nxirja ato që kam dëgjuar mund bëja një 5 libra perla që mund kisha siguruar jetën time. Kështu që ato që unë kam folur në telefon, po them vetëm kaq. Prisni një Skënderbeu shumë kompetitiv. Pra, pikërisht, ky është lajmi. Këtë ta thot Takaj? Urdhë? Ta thot Takaj këtë? Po ta them unë pra. Po pra, fjalët e Takaj thot, ja mezi janë zorëm. Filloj thashë të them. Sepse është shumë e vështirë, por unë kështu më bëhet qefi, ta kemi këtë gjë më. Po. Prisni një Skënderbeu shumë kompetitiv. Pikë. Shpresojmë, ato duam. Kur vini na jep të lajm që do të shikojmë një Skënderbeu kompetitiv, do thotë që ky Skënderbeu i këtij momenti nuk do të jetë pjesë, të paktën në këndvështrimin tuaj të një specialisti. Jo, unë them që një pjesë e këtij ekipi duhet të jetë në ekip, sepse është ekip që ka zënë vend të parë dhe të zerë vend të parë. Ekip që ka zënë vend fundi, se profesor, të dy anët i ka. Skaq, mos e do ta them. Unë nuk them që të mos ma lojtare, të mos blerë lojtare. Të blerë 7-8, 10, por një pjesë, si që janë këta, mbrojtësa, mesfushorë, Sa për shembull Tajo? Po, një. Të flasim konkretisht. Estrella, Nasser, Janaci, Portieri, Randi, Dunfur, Vangeli. Po si, po Randi ka... Zenullari. Është këtë grupë që janë 10-12. Por nuk do të thotë që ta nisësh me këta. Ai që ato fjalë që thatë juve që të bëj një ekip kompetitiv, ai duhet mendoj 7-8 lojtarë, një bosht kryesor në mesfush, në sulm, në mbrojtje, që të ta bëj ekipin ashtu siç duhet
dhe ata përvojën e kanë më shumë se sa ne, dhe ata do të dinë ku të godasin. Ai Nasser për shembull për mua është ndër futbollistët më të mirë të futbollit shqiptar këtu në Shqipëri. Në kategorinë superiore. Jo, edhe në superiore. Nuk ishte. Ja, po ishte ku ishte. E pra, ishte tek Skënderbeu fazën e dytë, ishte në Teuta. Kategorinë e parë shkëlqeu. Po, është. E ka kapacitetin për të luajtur në superiore ky lojtar? Do ta shikojmë. Po, mendoj që e ka. Dakor, dhe unë me ju jam, shpresoj ta ketë. Ka shpërthimi. Po këta emrat e tjerë që përmendi profesori, unë kam i farë dyshim. Po pse? Marko Alia, pse portieri? Marko Alia, profesor Marko Alia për mua Ilir Dobjani po e them publikisht të shmi mirë se Marko Alia. Shumë mirë. Ka qenë fantastik më. Po, pas një gabim mo ishte djali shkëlqyer. Ja shikoni kemi dy portier. Dy portieri kemi. Portier tjetër më të mirë. Jo, s'kemi me javë për portier. Tash mbaj djalin e akademisë siç e ke. Do ta gjykojnë ata si do ta vendosin. Dy portieri kemi. Qendra dhe krahët e mbrojtjes unë them që kanë nevojë për 4 lojtar aty. Po ka mordial, ka, nuk thot njeri që s'ka. Ekipi ndërtohet. Tash nëse duam të flasim profesionalisht, si ndërtohet ekipi, kjo është në tjetër temë dhe sa lojtarë do qëndrojnë nga Skënderbeu, kjo është tjetër temë. Janë dy tema që nuk janë të varura nga njëra tjetra. E para e punës njerë varet nga financë. E para e punës njerë varet nga trajneri. Do qëndroj ky trajner, nuk do qëndroj ky trajner. Që të flasim pasaj. Cili trajner do vi? Do jetë ky apo do jetë një tjetër? Roma nuk ndërtua për një ditë, kështu që dhe ekipi kampion nuk ndërtohet për një ditë. Ishte një diçka. Profesor, nuk e di pse pranoj këtë, po nuk e pranoj këtë më. Ky është Skënderbeu, një sekond, ky është Skënderbeu. Ekipet ndërtohen. Profesor, ti thua që ne të presim pa shkuar në Europë një vit. Se kështu, po Roma s'ndërtoi brenda ditës thua ti. Po pse? Do presim ne? Po ç'ti gjeti ti? Jo, nuk do presim. Nuk dua të presim. Unë dua të shkojmë direkt për vend 4. Maksimum. Vendi 4 është tjetër gjë. Vendi 4 është tjetër gjë dhe tash po flasim për një. Edhe presidenti dhe klubi të gjithë ta dëgjojnë këtë. 10 vjet kanë kaluar një kalvar. Jo prit profesor. Krijosh harmoninë në ekip, po janë gjëra të mëdha këto. E di ç'do të thotë që ti të më shikosh, ti jemi bashkë lojtarë ti në fushë, ti të më shikosh mua kështu dhe unë të shikoj të kuptoj pa. Po janë gjëra që këto nuk krijohen brenda një jave, as brenda një sezoni. Këto duan një farë kohe, duan një farë sistemi. Qershor deri në gusht mund të punosh. Petrika, ekipet ndërtohen mbi bazën e sistemit. Po dakord pra. Kusht jam kundra kësaj. Ekipet ndërtohen mbi bazën e sistemit. Dhe sistemi që të kuptohet, do kohë. Do kohën e saj. Nëse nuk kuptojmë sistemin që të ndërtoj trajneri, është e kohë që të diskutojmë për vlerat e lojtarit. E diti që trajnerët më të mëdhenj nuk janë ata që kanë lojtarët më të mëdhenj, po janë ata që i vënë lojtarët në vendet e duhura dhe ju marrin maksimumin e tyre. Që i përshtatin atje. Më kupton? Këto janë trajnerët më të mëdhenj për mendimin tim. Me sa kuptova, gjithçka do të fillojë nga trajneri. Edhe unë po e pyet konkrete. Nuk po them unë trajneri, nuk thashun, nuk e zura në gojë trajneri. Do të qëndroj ky trajner me këtë filozofi, me se do ndërtohet ekipi. Janë shumë gjëra, kështu që unë them që ne të shijojmë këtë sukses dhe ekipin e Skënderbeut vit pas viti në kategorinë superiore ta shikojmë me ngritje, me harmoni, me lojë, me atë që kemi thënë bashk, jo 3 pasime të mos bëhen në fushë 3 pasime, sepse ky është një handicap i madh. Jo, kemi diskutuar për këto probleme. Në rregull të dëgjova shumë mirë. Tani, nëse ky Skënderbe vitin tjetër nuk hyn që të rivalizoj 4-shën e parë, do ketë probleme dhe do ulemi poshtë në vallën e rënies nga kategoria. Ma beso, Skënderbeut i duhet investimi, kanë pritur 10 vjet ata zotrin që menaxhojnë klubin, është koha që tani të dalin nga sipërfaqja, sepse tani i kemi mundësitë që ne të luajmë në Europë. O hyn, jo kompetitiv, prandaj e pyeta prap Vinin, jo kompetitiv, jo. Ti duhet të synosh titullin kampion, por që të synosh të hysh për titullin kampion, unë të pranoj dhe vendin e 4. Jo, ky Skënderbe vitin tjetër, nuk e di, do ta nis nga trajneri, nuk do ta nis nga trajneri. Ai e di për mua, nëse nis me këtë trajner, Gjoka është i shkarkuar në dhjetor për rezultate të dobta. Gjithsesi, nuk dua që të ndodh kjo. Por unë kam një përshtypje të tillë nga ato që më ka dhënë trajneri që kam parë deshe pas deshe. Si nuk pozitivove një herë. Jo. E po tani e shikoj jo. Vini, po pse, mos jesh realist, do thotë, ti je realist. Jo, ti je realist do thotë që nuk je pozitivisht. Javë pas javë. Javë pas javë nuk do nivel. Ne nuk do shkojmë superior, Jo, nuk e kam të këtë. Jo. Po çfarë? Vini deri tani, në pjesën e parë po flisnim dhe thamë që gazetari ka të drejtën e lirisë së mendimit të vet. Por tani ti ndrysh në këtë formë, do thotë që ti nuk respekton mendimin e. Shiko, unë që do hynim në superiore, nuk e, domethënë e kisha në kokën time që do hynim. Mirë po, me këta lojtarë për mua arriskuan, prit.
Për mua këta riskuan shumë me Çfarë këta. riskuan? Risk bast, po të them. Kalon kufit e riskut, kalon në bast me këta lojtarë që kishim ne. Po ashtu si shkoi situata. Gjithsesi Skënderbeu nuk ka qenë i bukur vini. Dhe kur nuk je i bukur, nuk është Arsenali i Po bukur. s'mund t'jesh. Edhe po mbet Premier Po e League. shikon ti ku shkon ç'a krahasimi bën ti? Ti nga kategoria e parë shkon në Premier League. Po e bëjmë Po s'mund t'jesh i bukur në këtë kategori më zotri. Po s'mund t'jesh. Po si she Po dominant. tu, ore, në xhungël të ha luani ujë ku e tjerë, Po ti të do ha, t'jesh i mo. bukur. Po të Jo ha. më jo, ti duhet t'jesh i zgjuar. Dhe Skënderbeu e bëri Po si e këtë. bëri Skënderbeu? Po si pari, mor. Të gjitha golat pas minutës së Ore, 80. Si bëri ore, kështu? lërë këto, kur ta kam thënë ty që këtë renditje që ke sot do ta kesh Profesor, në fund. të thash Dakor, të jetë pra. debati ashpër në studio. Romi, Dakor, mos e hapi. meritonim Po, këtë. Kur ta kam thënë këtë? Ma ke thënë. Këtë renditje që ke sot do ta kesh gjithmonë. Po. Ha? Po pra, kaq. Atëherë çfarë? Dhe Çfarë do? madi ke bërë dhe renditje Skënderbeu, Laçi dhe Po, Pogradeci. ta kam thënë këtë renditje që në fund. I ke parë ndeshjet e Skënderbeut ti? Të gjitha po thos. Si? I ke parë ndeshjet e Skënderbeut? Po nja 5-6 i kam parë në Korç. Po çfarë? Vi nga Tirana Të në ka Korç. pëlqyer ndonjëherë Skënderbeu? Ore, ka o, luajtur interesant, tash më buri, Petrika. shumë Po interesant. Po. Or vlla, kjo është mbijetesë, të shkosh në superiore. Nuk ka bukuri këtu. Këtu ka Bukuria pragmatizëm. këtu- Është ajo profesor që kemi thënë në pragmatizmi? Po do të lutem një minutë profesor. Ne po diskutojmë si ta formojmë ekipin Po, tani për në natyrisht. superiore dhe si ta kemi objektivin. Dhe ky objektiv që thot Petrika për në katërshe, Po, është mëse normal. është mëse normal, e tëra ekip. Ne kemi shembull Dinamo. Dinamoja e vitit kaluar me këtë. Duke ardhur Daja, duke bler një këtu, ja një futbollist në sulm, ja një portier, ja një ashtu. Ato ndeshjet e para që i lëkundur dhe i dyzuar, pas 7 ndeshjesh arriti që po hyn edhe po hyn në Final Four, në katërshe. Edhe ne, ekipi Skënderbeut, e kemi mundësinë. Mos i mendo këta lojtarë. Ai Naser që thua ti, nuk bëhen golat kotore. Të ka shënuar gjithë ato gola. Ai ka një shpërthim, ka një goditje të befasishme. Po ke një mesfushore Estrela, ke një që dita shpërndaj topin. Po të ketë edhe një tjetër, po të ketë edhe një tjetër. Sulmusi Naser ose njeft njëri e, kupton se ai Kush do të shpërthimin e Sulmusit. Ne, Romi më fal. Petrika. Petrika, ne nuk themi që ka qenë ekipi në nivelin që duhet jetë. Po është e vështirë me këto skuadra, të vesh të luash, e kanë feste, e kanë ditë të gëzueshme. Edhe në prapaskenë. Kush ta bën atë që bëri Skënderbeu, që pas një lloj motivimi me Ivanin kapi katërshen. Kush ta bën ekip? Pre, shumë bukur. Atë desha. Vini, ti fole, një sekond, ti fole, thej që kjo renditje do të ishte, po e di si na ndavi ajo renditje apo penaltia që ti përmende? Kush penalti? Penaltia që ti përmende. E di, po një ndeshje më përpara që ne shpëtuam në minutat e fundit që shënuam. Po dhe një ndeshje tjetër më përpara. Po profesor, po ti ishe këtu në treshe në garë ti me Pogradecin dhe me Laçin, fatin që i kemi patur pikët. Dëgjoj do të them po ti ishe diçka në që garë kuptosh. ti. Po të kafshonte Luani. Nuk e kuptove, Fati ndihmon më të mirë gjithmonë. Ti nuk e kuptove xhunglën. Unë sot kam parë në disa sekuenca të një gjullurdie që është bërë Laçi Pogradeci, atje i jepni shumë këto. Ati kam parë një egërsi të publikut karshi lojtarëve të paparë në Laç. Një pjesë mandosh. Të paparë. Jo një pjesë, jo të gjithë. Po them të publikut që shanin në korore. Po një pjesë, jo të gjithë, sepse është diskutuar shumë. Po them ato që ishin aty afër. Po ishte një pjesë ulë. Dakor. Ndoshta ato larg kanë nuk i dëgjoj, po këta që ishin këtu. Unë nuk e besoj që ta tillë skenë mund të kesh në Korçë. E pra, në Korçë të luash, si që thotë Baku, që japin 300%, kurse në qytetet e tjera është shumë e vështirë. Sidomos zona, më kupton, nuk të heq asnjë presje, por duhet të kuptosh këtë gjë. Është një ndryshim i madh, duke qenë lojtar, duke e kuptuar se si është fusha, se si është ambienti, se si është atmosfera, se si është terreni, se si është kërkesa. Më kupton, është një ndryshim shumë i madh. Përmendi Baku edhe diçka. Baku përmendi Ky ishte xhungla apo jo Baku? Në vend të katërt. Ndeshjen e fundit përballë Laçit, kemi marrë penalltin në minutën e 93. Nëse nuk do ta kishim shënuar penalltin, ne ishim në play-in. Pra, rënje nga kategoria do luanim ne me ekipin që ishte vend të tretë. Po dhe ndeshje me Vllaznin. Po dhe ndeshje me Vllaznin, me Ignatian, e nëse po ta kam fjalën këtu që ky Skënderbeu e shpëtoi, nuk e di kush të them, që ne jemi këtu.
Jo, po ç'kem. E shpëtuan këmbët. Aty dhe këto Po 14 e fundit. tash ne po themi deri në ishin dhjetor ne pak qenë me- 10-11 pikë përpara edhe Laçit edhe po Edhe Gradetit. shkuam deri aty sa po diskutonin para 2 javësh që po Shumë e gabuam. drejt, shumë e Po drejt. gabuam na merr Po, lumi. Po kjo ndodh gjithmonë kur ti ke dhjam me pikët. Atëre, edhe më komod, Nuk më shkon kështu te që edhe gara. Edhe Se kritikat rëndësika i që kemi e mbyllur, bërë dhe po. edhe jemi Se nuk i dyzuar dish ku do shkon te fundi. në momentet veçanta sepse është një ekip që përpiqet. Ka një vit të tërë që Edhe sa për atë profesor, sa herë mos më pëlqej Skënderbeu, nuk më pëlqen dhe pikë. Kur të më drejt. pëlqej Skënderbeu, atëherë drejt, do flas. shumë. Okej. Shumë. Petrika, të falësh një moment, pasi në linjë të drejtë për drejtë në këto momente kam Fatmir Reficën. Fatmir, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma ju dhe të ftuarve tuaj në studio. Besoj na ke ndjekur deri tani. Ju kam ndjekur edhe një gjë e parë që desha Po. të përcjell në studion tuaj. Regjia, të lutem pak zërin në studio. Po, Se Skënderbeu Evropiani disa viteve më parë, po. sonte aty në studio ka edhe një gazetar evropian, sepse zoti Paku është zgjedhur Po. pak kohë më parë edhe antar i AIPS-it në komitetin ekzekutiv të AIPS-it, që është një lloj FIFA për gazetarinë sportive shqiptare, dhe zoti Paku na përfaqëson atje në mënyrën më dinjitoze të mundshme, duke treguar jo vetëm kulturë profesionale, qytetari, por mbi të gjitha vërtetësinë e ngjarjeve sportive. Po, Faleminderit me shtirt. Reficë, ma bëre studion europiane, pasi kam pandushka Vedanin, lojtar europian, gjatë bazin të niveleve të jashtëzakonshme, që po t'ishte kohë tjetër, do ta kishim diku në Europë. Apo Pa jo? diskutim, por desha të them dhe një gjë. Ngjitja e Skënderbeut, suksesi i bukur që arriti skuadra korçare, tingëllon akoma më bukur me shkyrjen plotësisht të dënimit nga UEFA, dhe kjo ringjitje e Skënderbeut do të kam përshtypjen se do të rinis me një epokë të madhe, të një Skënderbeu të madh, me emrat e mëdhenj nga historia, ku njëri është aty në studio që është një kolos në nivel kombëtar, për të mos thënë dhe më gjerë, Po. zoti Xhambazi, por sigurisht tradita, historia mbeten gjithmonë një frymëzim i madh. Po. Dhe Skënderbeu këtë frymëzim e ka gratis, e ka falas. Nëse ta zëm do të ngjitet një skuadër e re, po e marr si shembull Iliria e Fuqëprujës në Superligë për herë të dytë, nëse do ta ketë të fat, po them që ajo nuk i ka këto modele që Skënderbeu i ka, jo vetëm të shkruara, por i ka të afishuara në mënyrën më të mirë dhe më të bukur të mundshme. Përtej asaj që ndodhi ngjarjes në Evropë, por ama në Evropë Skënderbeu la një imazh të mrekullueshëm të nivelit sportiv. Dëgjova kolegun tuaj që po diskutonte që të ngjitet me pretendimin për 4-shën e parë. Po. Pa diskutim, pse jo edhe për të dalë kampion, sepse nëse do të hysh në Superligën shqiptare me idenë se po merr pjesë në Superligë, më afër ke zgënjimin në rënjen, dhe këtë po e vuan ka 2 sezone radhës i Tirana, e dim se si shpëdoi sezonin e kaluar për Fiat Peli, por ndërkohë gara në elitën e futbollit shqiptar është bërë shumë e ashpër, sepse s'po luajnë më shqiptarët, po luajnë të huaj, dhe këta të huajt me kaq shumicë sa i kemi pranuar ne, këta janë duke bërë ligjin e vërtet dhe s'po pyesin shumë më për historie, për traditë, sepse edhe kampionati ynë po shkon tek niveli i pagesave të mira, për momentin ndoshta nuk është në atë nivel afërsisht me klubet e mëdha evropiane, por sigurisht po pretendohet gjithnjëherë më shumë që futbolli shqiptar, pse jo në thojza të prodhoj, se ne s'prodhoj para, por të sjell të ardhurë shumë të mëdha nga që ka patur deri tani edhe nga klubet që po marr si shembull Ignatian, që u bë viti 4 apo i 5 të radhazi, Që natyrisht ka rritur edhe buxhetin e vet. Dhe me para evropiane bën dhe skuadër në Shifrat e nivele të pagesave paraforta të 2017-s, 16 së Skënderbeut. Pra, mund të ketë një rritje, kolegu, por akoma ato vite kanë qenë jo vetëm për Skënderbeun pagesat ekipe lojtarët ishin në nivele shumë të larta, po na ndishte me të njëjtin ritëm Partizani dhe Kuksi. Kështu që akoma ne nuk kemi shkuar në ato nivel pagesash. Mund të ketë rritje tani, si thot gazetari, por nuk kemi shkuar akoma në 2016-17. Okej. Fatmir, kisha një pyetje. Po,
dha verdikte të drejta ky sezon me Skënderbeun, Laçin, dy ekipe që gjiten në Super League dhe Pogradeci në vendin të tretë? Sipas analizës tuaj? Tani Pogradeci ka bërë një fazë të dytë dhe të tretë diçka më të mirë, sepse në fazën e parë nuk ka qenë Pogradeci në nivelin që të futej në garë me Skënderbeun apo me Laçin. Megjithatë, këtë zhvillim të futbollit pogradecar duhet ja delegojmë jo vetëm presidencës që ka shpenzuar, do thoja, shumë para, shumë për përfshirje në skuadër të disa lojtarëve shumë cilësor. Ndaj dhe ky Pogradec, ndryshe nga Skënderbeu që ka një rrjedhë logjike se si e formon skuadrën, si e ruan skuadrën, si e përsos dhe e konsolidon lojën në skuadër, Pogradeci është largë këtyre larg Skënderbeu dhe Laçit. Dhe për Pogradecin është një ëndër e bukur kjo që përjetoi në këtë sezon. Një ëndër që vazhdon në mënyrë sistematike. Okej, është një ëndër që vazhdon. Fatmir, pyetja ime fundit, qëndrojmë pak tek Besa. Me që përmendët Besën, unë shpesh në studion tuaj kam thënë që Besa ka një shans për të ngjitur në superiore nga dera e pasme. E besoni? Që shpërndoj mundësinë e play-offit nga këto ndeshje që për hir të së vërtetës janë të vështira. Nëse Besa ruan vendin e 5, vështirësia e parë nis nga Fushkruja. Pse do të thoja? Jo për futboll, sepse dihet kush është Besa, kush është Iliria, por janë ato që përmendi zoti Baku, vështirësi e garës shqiptare, e cila edhe pse ne e quajmë origjinale në llojin e vet, del tutje originalit sepse nuk triumfon futbolli i vërtet, po triumfojnë disa faktorë të tjerë që janë ato të sharat në tore janë bërë si karamele, por problemi është dhuna. Problemi është mjedisi që e rrethon këtë lloj futbolli në Fushkruj, ku edhe fusha, më fal për shprehjen, është gati si një livat për të ngjellë patate. Fatmir, të falenderoj shumë për opinionin që na dhe dhe natyrisht do të jemi përsëri së bashku në lidhjet e mbrojtshme. Faleminderit ikona Fatmir Efica. Po Baku ka diçka të fundit. Je i mrekullueshëm vëlla, faleminderit. Je aset kombëtar, faleminderit. Suksese për të gjithë ju. Faleminderit. Kishim pra Fatmir Eficën në linjë të drejtë për drejtë dhe dashur padashur na kaloi pak tek ekipi i Pogradecit. Dhe pikërisht kronika në vazhdim do të flasë për ekipin e Pogradecit dhe më pas rikthehemi në studio për të diskutuar. Ka qenë ndeshje me Laçi që pandushje tha pak përpara çfarë ka ndodhur, vini e përmendi profesori po. Le të ndjekim kronikën dhe diskutojmë më gjerësisht. Java e 31 në kategoриnë e parë ka dhënë verdikte kryesore për sezonin, teksa Skënderbeu dhe Laçi kanë siguruar matematikisht gjitjen në Abisnet Superiore 2 javë para përfundimit të kampionatit. Skuadra koçare mori një fitore të thellë 4-0 ndaj Kastriotit, duke u ngjitur në kuotën e 76 pikëve dhe duke volosur rikthimin në elitën e futbollit shqiptar. Ndërkohë Laçi triumfoi në përballjen direkte me Pogradecin me rezultatin 2-0, duke shkuar në 73 pikë dhe siguruar gjithashtu matematikisht rikthimin në Abisnet Superiore. Edhe pse Pogradeci ndodhet në vendin e tretë me 67 pikë, diferenca prej 6 pikësh me Laçi nuk mjafton për të ndryshuar renditjen, pasi skuadra kurbinese ka avantazhe në përballje direkte mes dy ekipeve. Në ndeshjet e tjera të javës së 31, Besa fitoi në transfer ndaj Apollonis me rezultatin 2-1, ndërsa Iliria triumfoi 3-0 në fushën e Lushnjës. Fitore të rëndësishme mori edhe luftëtarja që poshtë 2-0 Burrilin, ndërsa përballja mes Kukësit dhe Korapit u mbyll në barazim 1-1. Ishte pikërisht kronika Baku. Një Laç që të paktën e zgjidhi në mënyrën e vet më të mirë, apo sepse pash edhe Pogradeci ishte tensionuar, nofta përvoja apo dëshirë e madhe për të mbyllur gjithçka në këtë ndeshje, për të rirapur garën, e shtyu deri në këtë moment dhe Laçi duket se me Shemzojin arriti ta menaxhonte më mirë. Jo, duke patur që ekipet janë pothuajse të barabarta në opsionin tim, edhe pse Laçi është më i fortë për mua. Futbolli është i pamëshirshëm, ne e pam që një penalti e humbur nga Zguro. Mund të ndryshonte ritën. Po. Zguro sot ka kërkuar falje publik. Për mua është e gabuar. Për mua Zguro është gladiatori i futbollit shqiptar dhe nuk ka bërë absolutisht asnjë gabim. Jo, nuk e thaj se ka bërë gabim, sa ndjej përgjegjësi, tha si djalë Pogradecar, tha. Penalti nuk humb vetëm ai që nuk gjuan penalti. Qa i bëm ne? E bani mend qa i bëm Rej Manajt? Po. Qa i bëm? Po pra, e kryzuam, pastaj e bëm me rondeshën tjetër. Kështu që
kokën lartë, sepse Zguro ka dhënë gjithçka. Unë e kam parë disa herë Pogradecin edhe live në stadium. Zguro dhe ekipi Pogradec, ky është futbolli. Duhet ta pranosh, ato e kanë rrugën akoma, mund ta kapin Superioren. Unë kam përshtypjen që kanë ekip shumë më të mirë se ndonjë ekip i Superligës. Jo. Te kategoria e parë. Po, sepse kanë fazën e Dhe tyre. kam përshtypjen që për mendimin tim do të shkojnë në një finale me kë? Me këtë nuk e di. Me Forën ose Bylisin ose Tiranën. Po me atë treu Petrika. Po ato janë. Petrika është profet, ato janë 4 në fakt, po. Flamurtarin unë e quaj pak të rënë. E quan pak të rënë. Shko, unë të kam thënë në fillim ti mund të kesh thënë të drejtë, po unë të kam thënë që do bjerë Vora dhe Bylis. Më the Vora nuk bie, më the. Vora do bjerë. I qëndroj asaj, dëgjoj. Kur flas unë mbaj shënim vllase. E kam mbajtur shënim, pra rreth po ta them. Këtë renditje në kategori Sparta kam dhënë. Se unë kam diçka, Petrika, unë kur janë afër detit afër mbretit. Unë kur jam në më dyshje, unë hesht. Kur nuk e di, por unë mendoj që Federata Shqiptare e Futbollit duhet ta ndryshojë këtë rregullin. Duka tha, jo, s'ka. Jo, ta ndryshojë këtë rregull, jo, prit. Kë rregull? Luan vendi 8 me fituesin e play-offit në kategorinë e parë. Po. Nuk ka pse bëhet ke vendi 8 në fushë asnjëse. Po, kjo është e drejtë. Ashtu siç ka qenë dhe më përpara. Kjo apo e siç e ka Gjermania ose në rastin më të keq me 2 takime. Me Vajtjardi. Po. Profesor, diçka për Pogradecin? Ka ecur mirë, ka bërë punë shumë të mirë, ka zhvilluar ndeshje shumë të mira, sidomos në fazën e dytë dhe fazën e tretë. Fillimi ka qenë i dobët, ato pikët që ka lënë e kanë dënuar, si të thuar, sepse nuk krijovi një sasi pikësh që sepse kemi thënë ka lënë me luftëtarin, pikë me ekipe që tashmë janë në fundin e përmendëm dhe këtu e përmendi dhe gazetari Refica atje që ka lënë pikë që duhet i kishte. Ashtu sikurse ne lamë në fazën e tretë edhe na vështirësovi punën edhe Pogradeci. Megjithatë, unë them që Pogradeci ka punuar mjaft mirë dhe ka arritur rezultate shumë të larta. E kemi diskutuar dhe vitin e kaluar, kur bëri play-offin me Tiranën në Elbasan dhe ka luajtur shumë mirë dhe atje, pavarësisht se ka humbur, domethënë, jo për gjendje, po më shumë për rastësi, si thua, që ekipi i Tiranës ka shënuar dhe ka kaluar, ka përvojë, ka eksperiencë në drejtim të play-offit dhe mendoj që do të dalë në play-off dhe ai ekip që do luajë me Pogradeci do ta ketë shumë të vështirë. Po. Padosh Pogradeci mos po vuan pak ato që ne tham në fillim të sezonit, te që gjithë ekipin ta rifillosh me 10 futbollistën, ndron trajnerin, domethënë duket sikur jo, u them jo gjithçka në momente të caktuara është paraja, dakor, dhe paraja duhet, por menaxhimi ndofta ka ndikimet e veta? E thash pak më përpara këtë gjë. Sot më shumë kam ndjekur komente rreth Pogradecit se sa rreth Skënderbeut. Kam qenë shumë kurioz të di dhe mendimin e qytetarëve dhe mendimin e dhe gazetarit dhe sidomos atyre të mediave të Pogradecit. Do ta plotësoj këtë, mos kemi rak. Pas 1 minutë do ta plotësoj. Atëherë po të dalë në ajo pyetja që pa diskutim është mendimi tim që ekipi duhet të ndërtohet. Dhe kush karkohet duhet të ndërtohet. Atëherë arritja deri këtu ishte një sukses. Nëse gjejmë një ekip të boshatisur dhe ne e fillojmë të ndërtojmë nga e para. Problemi tash i qëndron sa do ta mbajë këtë vrull që kishte këtë fazën e dytë dhe të tretë, sepse me tërmend që fazën e dytë dhe fazën e tretë ti lëm komentet. Mos ishte kjo ndeshja me Laçi një goditje edhe psikologjike? Ishte goditje psikologjike sepse unë po të them ekipi nuk është mundur as nga përgatitja, as nga gjendja e ekipit, por është mundur nga dëshira e madhe e ekipit për ta fituar këtë ndeshje. Unë e shikonja sot si një ditë feste në Pogradec. I gjithë qyteti mezi e priste këtë dhe e kuptoni ju ata lojtarë të pastërvitur me këto atmosfera, me këto gjëra. E dini çfarë ngarkese kanë marrë kur në çdo familje pogradecare, në çdo kafene diskutoshe ekipi. Pa diskutim. Kjo tash del në përvoja. Në përvoja. Ndoshta kjo ju krijovi një ngersh lojtarëve dhe gjitha të dëshirën e mirë që deshin ta transmetonin në fushë, ju kthyen në negativitet. Profesor, ç'është ngarkese? Po ngarkese, presioni i madh, shumë i madh. Pësimi i golit në minutën e dytë. Po. Ore nga futbolli është i çuditshëm. Ore tash, dëgjoj, po tash më vjen keq se po e sillni po e rrotulloni gjë. Për mua dy janë treguesit kryesor. Laçi ka ekip më të mirë se Pogradeci. Pikë. E dyta luajnë Laç.
Po, bre. Ishin dy faktorë që Ti pse ngarkon veten me presion që unë do fitoj në Laç? Për çfarë? Po sepse kishte finale, po sfitoi në Laç mbaronte. Edhe ishte jeta vdekje si të thuash Andej. Dgjoj. Këta dy diagonalistët që janë diagonal, këta e dinë më mirë se unë dhe se ti. Edhe unë kam luajtur ping-pong në Francë, nivel profesionist. Kur je ngarkuar, nuk je luaj valla futboll. Po s'luan dot. Bravo. Po nuk luan dot. Po nuk luan dot. Okej. Nga ndonjëherë dëshira e tepërt i kalon saqet. Okej. Kalojnë disa gjëra. Me mirë kuptim tuaj le të kalojnë në Pogradec për t'i dhënë përgjigje e pyetjes së pandushit. Kam gazetarin Redi Dandollako në linjë të drejtë për drejtë. Redi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo. Pse të shikoj kaq të ngrysur mo, çfarë ke? Në çfarë anë? Po shikoj nga fytyra nuk më dole sot si herët e tjera me atë buzëqeshjen. Do thuar se jam i shkundur fare nga humbja e Pogradecit, jo as pak. Pse? Deri dje po sot jo. Pse? Pse Redi? Pogradeci mori ata që meritonte. Por së pari më lejoj të uroj Korçën. Po. Edhe ju gjithë të ftuarit profesor Xhambazin, profesor Kapedanin, Petrikën, ty si korçar. Urime Skënderbeut. Edhe Baku se kemi gjysmë Korçari. Neli, po do dal edhe aty po ti se leo por i dheu, po na leo. Po i mund citoj Baku, jam i shpejt se dgjoj, disa i shtrejtë është koha televizive, po. Po, tash i drejt fundit do na lesh më shumë se gjithë vitin nga 7-8 minuta më ketë. Po. Dgjoj, javën e ardhshme do ish në studio. Merr masa ti në studio, desh në vendin e Bakut. Do vija sot në studio, çfarë të vi më? Ko të vi. Pse? Faleminderit. Po shikon, po mbaroj puna tash. Jo. Nuk keni play-offin, Pse nuk keni në play-off? Urdhro? Pogradeci nuk është në play-off. Po është në play-off, po, situata tash ka ndryshuar shumë, është. Çfarë ndodh Redi? Çfarë ndodh? Edhe së dyti më lejoj të them që ndihem super krenar, të jem në një panel si ky sot. Edhe do ta shkurt fare do ta krahasoj me një formacion të vogël. Po. Me profesor Kapedanin edhe profesor Xhambazin ke në mbrojtje Beckenbauerin me Gentilen. Edhe në sulm ke Bakun si Zidane dhe Petrikën si Mbappé. Rofa! Romeo trajner si Ancelotti. Bravo. Redi të falenderoj pas. Madh. Bravo Redi. Po Redi, atëre kanë si është atmosfera në Pogradec Redi. Laçi mori ata që meritonte, bravo i qoftë, edhe Pogradeci mori ata që meritonte. Një ndeshje absurde nga ana e Pogradecit, me një sulm inekzistent, pa ide, pa lojë, me protesta të kota kundrejt gjyqtarit që se po flas sikur jam nga Pogradeci, por sikur jam nga Laçi, por sot Redi më pëlqen fakti që Redi, më pëlqen fakti që ti je gazetar dhe unë kështu i dua gazetarët të drejt për të thënë atë që shikojnë. Po. Sot dua të zhvishem totalisht nga petku i tifozit, sepse ndonjëherë kemi bërë tifozin. Por ishte një lojë pa ide, një lojë komplet e humbur 100 minutat e para. Pogradeci në 90 minuta ka gjetur vetëm një herë në port me Grecën kur rezultati ishte 2-0, ndërsa sipas statistikave unë e di që penaltit nuk quhen gjojtje në port. Kështu që në 2 gjojtje një ishte, sepse penaltia që la Zguro nuk quhet në si statistikë. Ky ekip duhet ishte i çlirë, domethënë duhet të luftonte në mënyrë më të lirë të mundshme, por nuk e bëri këtë, nuk e di pse. Por ndoshta ky ekip, këta lojtarë janë mësuar keq me këto ekipet turiste që kanë erdhur Pogradec në këto 14-15 javët e fundit. Edhe kjo ndoshta ishte problemi. Bravo i qoftë, dëgjoj si nga emri ky? Redi Dandollako. Redi, është hera e parë që unë të njoh dhe të shikoj. Bravo të qoftë për atë që je. Faleminderit. Se sa po the një të vërtet shumë të madhe. Dhe këtë të vërtet të madhe, kjo e ka dëmtuar Pogradecin. Dhe kjo do të vazhdoj ta dëmtoj nëse Pogradeci nuk shkëputet nga këto ekipe turiste. Bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Këta menaxherët, ish trajnerët apo ish futbollistët e famshëm Pogradec, këta stafi drejtues që për mua duhet shkarkuar direkt, duhet ja thonë në vesh presidentit diçka, sepse mund të ketë hedhur, mendoj unë, 1 milion euro për 2 sezone, edhe të gadandises në këtë DRG. Redi. Duhet të ndryshojnë komplet situata.
Redi, tani, duke parë të rezultate, duke parë të ndeshjen me Laçin, ndihet pak ai fakti që është tani e vështirë për ekipin për ta ingranuar, për t'i dhënë atë marçin e dur? Po, është normal që është shumë e vështirë. Shiko, Romeo, unë nuk e shikoj fare të vështirë pjesën e play-offit brenda kategorisë së parë, domethënë, po Gradeci kalon të dyja ndeshje. Po, bë diferencë. Nuk është problem fare, por besoj sepse tash sipas mendimeve dhe perceptiveve tona me ato ndeshje që kemi parë, Flamurtari dhe njëra midis Bylis dhe Vorës është e rënë nga kategoria, mendoj unë. Dhe po Gradeci do ndeshet me njërë midis Bylis dhe Vorës, sepse Tirana nuk e shikoj në zonën e play-outit. Unë bëra dhe një bisedë me Redin dhe nuk e di e citova pak të pjesën, Bylisin, Vorën, edhe Flamurtarin, po Gradeci i kalon. Kështu që nuk duhet të tremben në play-in, në play-off. Kështu që nuk duhet të skam të tremben. I kalon, Tiranën jo, se vitin tjetër Tiranën e ke për titull kampion. Kur nuk e mundën vit Tiranën që ishte në atë gjendje. Jo, Tiranën nuk e mundot. Po, okej. Redi, të falenderoj shumë për të lidhje që patëm dhe edhe diçka të fundit. Sa i përket Petrika, shiko, dëgjoj pak më shumë ata burra, sidomos profesor Kapetanin, çështja e Skënderbeut. Skënderbeu duhet ta krijojë ekipin mbi 5-6 maksimumi 7 lojtar që janë bazë, sepse ata janë trajnerë e din dhe nuk krijohet ekipi me njëherë. Kemi parë Paris Saint-Germain, Manchester City që kanë krijuar ekipin nga fillimi me 11 çështje të reja dhe asnjëherë nuk kanë shkuar janë dashur të paktën 10 vite për të marrë një të qoftë një Champions League. Unë kam një eksperiencë Skënderbeut vitet të parë në superiore. Petrika mos më kthehet në Skënderbeut, lutem. E morëm. Pasi kalojnë minutat. Redi, të kam në linjë? Po, linjë jam. Të falenderoj shumë për opinioni që dhe po të bëj ftesë që sot javën e ardhshme je këtu në panel. Në rregull? Me kismet po. Jo, s'ka kismet, ka fjalë publike që do të vish. Faleminderit Redi Dondollaku, kishim gazetarin nga Pogradeci. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit Redi, kishim gazetarin Pogradecar. Dhe ne me njëherë do të kalojmë tek lojnat, pasi vallakatë pak tek kjo pjesë që në futbollin na merr, na të rreq gjithmonë. Isha atje në kur Pallat Sportit dhe basketbollit? Jo, në Farg. Do ta diskutojmë por pas finalen e tretë të gjysmëfinales. Partizani Erzeni. Okej, do ta diskutojmë, por pas bisedës që do të kemi me Bruno Topin, trajnerin e ekipit të basketbollit të meshkujve. Bruno, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe të ftuar. Të përshëndes. Të përshëndes, faleminderit për ftesën. Baku, basketbolli i meshkujve të Skënderbeut, ju e dini, por po e bëj pak syrie, kaloi tek gjysmëfinalja. Një sukses i jashtëzakonshëm i trajnerit Bruno Topit dhe presidentit Ronaldo Cacori. Bruno, një bravo thot studioa për atë që keni arritur. Mendon se keni bërë maksimumin? Mendoj se kemi bërë më tepër se maksimumi. Pretendonim të shkonim në mes të renditjes duke parë dhe natyrisht është një kampionat i fortë ku luftojnë 7-8 skuadra për të shkuar në çerek finale apo në gjysmëfinale ose në play-offet dhe një ekip i ri i ardhur nga fundi i renditjes dhe të shkojë deri tek vendi 5 me pikë të barabarta me Teutën e vendit me Apolloninë e vendit të 4 ishte një arritje jashtëzakonisht e madhe. Shiko, Bruno, pas ishin 2 ndeshje me Apolloninë që nuk mundu do të fitonin asnjëra prej tyre. Çfarë ndodhi? Ishte më lart kundërshtari apo përvoja, emocioni, të gjitha u bashkuan bashkë? Apollonia ka 3-4 vjete që pretendon dhe është gjithmonë është në gjysmëfinale ose në Final Four dhe pretendon për të marrë kampionatin. Ka më shumë eksperiencë se ne të thuash me lojtarët e rinj, me eksperiencë në këtë kampionat dhe në Super League. Në Super League ka 5-6 vjet që lufton. Ishin ndeshje të përgatitura shumë mirë, por si thua ndonjëherë eksperjenca edhe ekipi Apollonis ishte një ekip shumë i mirë, ne nuk pretendojmë se ishemi ekip më i mirë se Apollonia, por përderisa shkuam deri aty pse mos ta luftonim ndeshjen dhe pse mos ta fitonim. Por që nuk ja dolëm dot, ndonjëherë ndodhesh edhe në ditë të keqe dhe nuk mundem që të fitonim. Në qoftë do të them një opinion, që të paktën ishte në të gjitha rrjetet sociale kur unë kam bërë një shkrim për ekipin tuaj, edhe domethënë deri tek gjysmëfinalja që të gjithë komentet në mënyrë të padiskutueshme ishin bravo dimëve të Skënderbeut. Bruno, që ndronë në lidhje do të marr një opinion. Pandush, një sukses?
Pa diskutueshëm, unë i thashë Brunos dhe para 2 javësh kur ishim Regjia mund të ma jap edhe Bruno, po. Më duket që urova për të sukses të jashtëzakonshëm, sepse duke qenë pjesë e klubit para disa vitesh aty dhe shikonja ekipin e basketbollit të meshkujve, e shikoja nivelin që kishte dhe kjo ishte nuk ishte një hap, kjo ishte një hop që ndodhi me ekipin e basketbollit të meshkujve. Sinqerisht ndjehem shumë i surprizuar dhe shumë falenderus karshi jush dhe ekipit për punën që keni bërë. Shpresoj që ky angazhim i klubit, ndoshta i bashkisë, sponsorët, nuk e di, të vazhdojë, sepse do krijohet një traditë e bukur edhe me basketbollin e meshkujve, traditë që i ka munguar Korçës prej vitesh kjo gjë. Bravo për guximin që keni marrë ju, sepse të arish të luash në këto nivele. Skënderbeu, kush e di prej saj vitesh ishte në nuk diskutonte kategorinë, po ishte në grupin B. Ishte e bukur, Bruno, më ndihmo pak pas sa vitesh e mundët Partizanin? Pas 25 vitesh mos gaboj. Pas 25 vitesh Skënderbeu mund Partizanin në basketbol. Pa diskutim, janë këto probleme sepse kam jetuar atje, Bruno e di dhe e di se si ka qenë. Gjithsesi unë ju uroj më të mirat. Ky ishte një hop, nuk dua ta them hap, ishte hop dhe kjo ju jep premisa sidomos për vitin tjetër. Nuk e di se si do jenë angazhimet këto gjëra, sepse edhe këto janë gjëra që janë shumë determinante duke parë dhe mungesën e lojtarëve korçar. Këto gjërat janë më serioze, nëse duhet të arish të krijosh të formosh ekip. Të marrë një opinion nga profesori? Bruno, suksese të urojmë. Faleminderit profesor, faleminderit. 7-8 javë, ndoshta edhe më përpara, kur ke diskutuar njëherë dhe ke thënë që objektivi ynë të jemi në 4, në mos gaboj. Në 6. Në 6. Do me dhe ne kam idenë këtu që ke folur dhe do me dhe kishe besim. Ashtu si kurse kishe besim dhe arrite këtë rezultat, të kesh besim për vitin e ardhshëm se do të kesh rezultate më të mira. Shpresojmë të rikthehemi të fortë. Pate dëshirë, pate dhe ata lojtarë mesatarë, diçka më shumë, arrin rezultatin. Me punë arrihet çdo gjë. Të uroj suksese. Faleminderit profesor. Kam përshtypjen që në radh parë urime një herë. Faleminderit. Sepse Skënderbeu nuk është se është quar në basketboll për meshkuj. Por fakti që ti ke ndërmarrë një gjë të tillë, unë mendoj që duhet të kesh dhe mbështetje shumë të madhe nga të gjithë për sa i përket anës financiare apo jo, nga bashkia. Po, patjetër bashkia ka qenë suportuese ajo numër 1 për Unë e di që këtë sportin e basketbollit meshkujve po e shkel me këmbë në thojza, po e them këtë, Beslidhja e Lezhës. Pse se merr ka financë. Ka buxhet. Ka financë, bravo, dhe merr lojtarët, jo vetëm që merr gjatë kohës play-offit 2-3 amerikana, po që unë jam kundër gjithmonë sepse kjo nuk i shërben. Ka dhe basketbollit ka dhe vendorët më të mirë, pothuajse më të mirë. Po një minutë pra, nuk ma lat ta mbaroj. Jo vetëm që marrin më të mirët jashtë, që nuk e zhvillon basketbollin, po dëmtojnë dhe ekipet të bën Bayernin futboll në Gjermani, merr më të mirët e çdo ekipi dhe dëmton. Kështu që ti ke edhe pak luftë me mullit e erës, domethënë është Goliati me Davidin. Ty duhen dhe financat dhe gjëja tjetër, sepse ty edhe po të kesh një talent shumë të madh këtu. Ta marrin. Jo ta marrin, pa i vetë do t'i e kupton, kështu që në këtë se dëgjoj, këto nuk e kapin këto. Prandaj unë të falenderoj ty që bën një punë heroike. Po shqiptari nuk e vlerëson kur përpjekjen. Shqiptari vlerëson rezultatin. Që bravo të qoftë. Faleminderit. Unë isha në stadium në Pallatin e Sportit Romi, kam parë ndeshjen e fundit në kjo, në Pogradec. Ishte edhe ky problemi që nuk luan asnjë ndeshje në Korçë. Ishte diçka. Pallati në rekonstruksion, nuk ka në ku luajë. Do them diçka. Po se e bëre regjinë që të ulë mikrofonin, po. Dhe e pash ndeshjen, lojtarët e Skënderbeut janë vërtet lojtarë të mirë, por duhet edhe pak më shumë eksperiencë dhe vitin tjetër besoj se do të jenë dhe për të kapur 4-shen, por... Po ti s'kupton një gjë. Po prit me një minutë. Po për ta le pak Bruno se s'po vlen. Bruno, nuk të lek ta, nuk i menaxhoj dot. Çfarë kaç? Po ti s'kupton gjë, ky flet shumë. Po për çfarë se kuptoj? Po çfarë si do kapin kaçën? Da kapin. Me 2 lojtarë kap Skënderbeu. Me çfarë lojtarë? Tu huaj mo, çfarë me lojtarë vendas? Ora hajde. Ska, po nuk ka. Nuk ka këtu Brumi, ka mbaruar. Po, okay. Bruno, atëre tuajt më të mirë, i merr ai që ka para më shumë.
Urojmë që dhe Bruno të ketë vitin ardhshëm. Bruno, atëre diçka Bruno. Nuk bëhet futbollesh. Për sa i përket faktit të për sezonin e ardhshëm, keni një platformë a diçka të përcaktuar që në këto momente? Pasi suksesi u arrit, një traditë krijuat. Arritëm që këtë projekt që sa po nisëm, besoj se do ketë vazhdimësi dhe kemi marrë sinjale shumë pozitive si nga klubi shumë sportësh, po ashtu dhe nga bashkia dhe do përpiqemi të ndërtojmë një ekip më solid dhe më të mirë duke marrë eksperiencë nga ky viti që shkoi. Tani pak a shumë jemi në brendësitë të kampionatit dhe i dim pak a shumë si funksionon dhe me lojtarë tuaj dhe me lojtarë vendor. Shpresojmë që të bëjmë më të mirën për këtë vit që vjen. Po, Bruno, faleminderit. Të uroj suksese, natyrisht edhe panelit të uron suksese në punën e nisur. Profesor, edhe pak Bruno qëndron, një trajner i ri me këtë pasion, me gjitha, domethënë këta djem të rinj duan, domethënë është me të vërtet për të ardhur mirë. Po si të vjen mirë kur shikon që trajner dhe futbollist edhe sportist të gjitha disiplinave përpiqen për të arritur rezultate dhe shembullin konkret e kemi, domethënë që ka hyrë brenda një viti ka arritur këto rezultate, them që s'ka më mirë. Okej. Bruno, të faleminderit. Falenderoj, besoj të jemi së bashku në kontakt të përhershëm për të na dhënë informacione se çfarë ndodh tek ekipi basketbol. Suksese Bruno. Faleminderit. Sa nuk e përfundova. Ishim me trajnerin e basketbollit Bruno Topi. Problematikë. Vërtet Skënderbeu i luajti ndeshjet në Arefi Berberit Pogradecit. Bashkia Pogradecit ka investuar për rikonstruksionin e pallatit të sportit dhe një pallat sporti komplet jashtë normave. Tavolina e arbitrave ishte ngjitur me vijin e fundit të basketbollistit. Që domethënë një përplasje një gjë, mund të ndodhte edhe aksident. Okej, tani. Jo, dua të them këtë që kur ta bëjnë këta tanët të tonin që mos bëjnë nga këto gafa se është turp. Okej. Është turp, sepse ky ka masa. Po, regjia bëshej që kam dhe një lidhje tjetër, kam Gjergj Vyshkën në këtë moment në lidhje të rebe. Vyshkë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi, mirëmbrëma dhe të ftuarve dhe urime për Skënderbeu në kategori superiore. Okej. Kam gjatë gjithë viti që ju kam thënë që Skënderbeu dhe Lashi janë superiore, pas njëri nuk besote. Ore, ku e pini kafen ju me Bakun, bashkë e pini? Po jo, s'ka lidhja ju, Petrika bën kontrapedali, nuk po them nga java e parë, dhe javën e fundit Skënderbeu dhe Lashi superiore. Po, unë vërtet e kam bërë kontrapedalin, po unë jam i pari që i doja Skënderbeu në superiore. Kështu që mos e diskuto. Tani, Skënderbeu unë gjithë superiori nuk e qëtua më asë për Ernest Gjokër asë për skuadrë. Vyshke, të lutem pak kameran mirë, të lutem pak, nuk e di ke një pengesë për para. Po. Ishe gjishtin. Po. Vyshke, atëre kalojmë tek lojnat, çfarë ndodh tek lojnat? Çfarë ndodh tek lojnat? Partizani u kualifikua për në finalen e titullit kampion në volejboll për meshkuj në. Ore, edhe ti dhe Baku Partizani po më thonë. Po, vazhdo. Ne i fitore 3-2 me Erzenin dhe do luaj me Skënderbeu. Po. 3 ndeshje për Partizanin Rylli të morrit nga 5 të mundshme do jenë në fushën e tij për shkak të vendit të parë në renditje. Nesër nis seria e finaleve të titullit kampion në volejboll për femra me Pogradeci Tirana, që ashtu si Partizani dhe Pogradeci ka 3 ndeshje në fushën e vet. Ende nuk janë caktuar datat për finalet e volejbollit të meshkujve. Kam përshtypjen që fakti që Salla Olimpike Feti Borova është zënë nga Kampionati Evropian i Mundjes për të rritur që ka nisur sot, mund të ta shtyt paktën për një javë volejbollin e meshkujve, kurse femrat nisin nesër serinë e tyre. Do bëjnë në farkë, të paktën kështu është informacioni. Deri tani nuk ka ende data zyrtare për startin. Duhet fillojnë në datën 22 praktikisht, megjithatë ende s'ka një datë zyrtare nga Federata Shqiptare e Volejbollit. Atëre, po qëndrojmë pak tek volejbolli femrave sepse meshkujt do të diskutojmë me Padush Kapetanin. Kë shikoni pretendent tek femrat? Për mua janë 50 me 50, Tirana si kampione në fuqi, Pogradeci si sfidante. Ka fituar Pogradeci finalen e Kupës Shqipërisë në finalen fark 3-2, Tirana ka marrë Kupën e Federatës, pra janë të gjitha shifrat në barazim me njëra tjetër, kështu që janë 50 me 50, ndoshta eksperienca e Tiranës mund ta bëj të jetë prapë kampione e volejbollit femrave. Të tërhoqi tifoz Leku prapë. Të falenderoj Vyshkë, falenderoj shumë. Të falenderoj. Edhe Uribe dhe Baliqit për në play-offin e kategorisë 2 me Butrindin. Po. Okej, falenderit shumë Gjergj Vyshka. Kishim Gjergj Vyshkën në lidhje dhe prenda foli për femrat. Kalojmë pak tek meshkujt Pandush. Finale Skënderbeu Partizani. Duke sikur rikthehet ajo e sezonit të kaluar.
para 2 javësh kam thënë që Skënderbeu eliminon Tiranën. Po. Dhe vërtet doli që Skënderbeu eliminon Tiranën. Atëherë, duke marrë kontingjentin e Skënderbeut, ka 2 viterisht, për të thënë 3 viterisht, që ka një organizator, ndoshta nga organizatorët më të mirë që ka luajtur ndonjëherë në kampionatin shqiptar. Dhe kjo nuk është pak, është kryesore. E dyta, ka disa qendra, lojtar vendas, që i ka nga më të mirët e kampionatit shqiptar. Plus, janë ingranuar shumë me pasuesin, me organizatorin. Them se fakt fjala pasues është tjetër. Janë ingranuar shumë me organizatorin. Dhe kjo është gjë e madhe për një ekip, sidomos në lojën e voleybollit, ingranimi i qendrave me pasuesin. Jo vetëm kaq, po janë dhe lojtarë me eksperiencë sepse kanë kaq vite që janë bashkë. Që janë bashkë. E treta, mos është edhe fakti tani Skënderbeu mund të përfitojë se Partizani nuk është ai Partizan që kemi parë? Jo, lojtarët i kishte emrat i kishte të mëdhenj. Për pak nuk kaloi Erzeni në finale. Erzeni kishte bërë një punë si punë beslidhjes në basketbol. Lojtarët, 2 lojtarët, një australian dhe një Garcia, njëri ishte Garcia spanjoll do nuk e di tash çfarë ishin lojtarë të nivelit lartë, duhet të jenë der me Dhe Partizani ka lojtarë të nivel shumë të lartë. Jo, këta 2 ishin do të me problem brendshëm Partizanit. Ajo është tjetër, jo dëmtime, po. Flitet për problemet brend, po nuk është kjo tema e emisionit e para. Ne tema jonë është Skënderbeu. Qendroni te Skënderbeu. Dhe 2 lojtarët e huaj Skënderbeu i ka të nivelit shumë të lartë. Unë mendoj që Skënderbeu ka shanse më shumë. Unë shikoj 51 me 49 për Skënderbeun. Jo, unë desha të thesha pak ndryshe për të mos e shpenë të gjerë në këtë për t'ju dhënë këtë ngarkesë maksimale. Unë personalisht e shikoj në qoftë se ishte dije për herë të parë kam bërë, duke qenë një mik i profesorit Lutomorit, po dije për herë të parë kam bërë tifozllëk për Shijakun, sepse e shikonja me 2 dëmtimet që pësoi Shijaku, pësoi 2 dëmtime. Pesa edhe. Po. Dhe për herë të parë po bënja tifozllëk për Shijakun për të ndeshur me Skënderbeun. Sepse Skënderbeu ta kishte shumë më të lehtë ndeshjen me Shijakun. Megjithatë mund të themi ditë të them që Skënderbeu është sukses jashtëzakonshëm. Është sukses jashtëzakonshëm. Unë mendoj që janë pjekur kushtet që të vit trofeun Korç. Të vit trofeun Korç. Domethënë gjithçka flet për Skënderbeun. Po është dëgjoj, mos harro që ylli është ylli. Është mjesht. Por unë kam përshtypjen që në letër Partizani ka lojtarët më të mirë. Po në fush, atë po tregon Skënderbeu me vëllezërit Martiro, me Qepën, me Po Skënderbeu po tregon që Skënderbeu është shumë i fortë të vit dhe me e tha Pandushi që me lojtarët e huaj ka në nivele shumë lartë. Unë kam përshtypjen që nuk e di çfarë ndjesie kam, po e para njëherë e dua. Po. E para e dua dhe e dyta kam përshtypjen që trofeu do vinë Korç. Profesor, një trofe në Korç, duket sikur kështu vinë lojnat me dorë, duke u diskutuar, duke u stërvitur, duke ecur gjithmonë, po shohim domethënë basketboll, ja dhe voleybolli, ja dhe voleybolli femra. Dhe duke diskutuar gjithmonë domethënë ndjejmë atë kënaqësinë. Ndjejmë, po e dëgjonja Pandushin me shumë vëmendje, domethënë dinte çdo gjë të ekipit, kështu që ne nuk na mbetet gjë tjetër, vetëm t'ju urojmë stërvitje të mirë, punë të mbarë dhe suksese në të ardhmen. Ndërkohë që shoh një favorit Pogradecin për femrat. Po. Edhe u Pogradecin. Edhe pse Tirana varet shumë. Edhe pse Vyshka dha 50-50. Ja. Vyshkën e theti e të Roqi. Çu është Vyshka? E pash Vyshka është kundër rretheve, po. Shiko, unë mendoj që Tirana varet shumë edhe nga Braho. Po, po ti Braho. Nëse Braho është në formë, është në lëkundje, ose Lisha e bllokon? Po. Po kam përshtypjen që 2 trofe do vinë në Juglindje. Shiko, është një largësi e madhe midis atmosferës që do krijohet në Farkë. Besoj ku mund të zhvillohet ndeshja në Farkë, do zhvillohet ndeshja. Me atmosferën që do të jetë Pogradec për sa i përket tifozërisë. Jo, për shembull, jo, Partizani luan në Farkë sepse nuk mund të rri një javë kampionati pa u bërë. Po, nuk mund të ri. Dhe Farka është plotson gjithë kushtet. Dritan Bardhi ka bërë një kryevepër aty në Farkë. Dhe i plotson gjitha kushtet për që të jetë Partizani dhe aty janë zhvilluar dhe ndeshjen dhe dje unë hasa në fund Ylli Tomori me Dritan Bardhin
u përshëndetën e gjithë, tha me siguri ne do i bëjmë këtu, sepse është kampionati Europian i Mundjes dhe kjo është një arritje e madhe për Shqipëri dhe për mundin shqiptare. Që pret kampionatin Europian. Natyrisht. Petrika, kështë diçka të thonë? Jo, unë themi që e pash par Pogradecin me Skënderbeun dhe them se ky ekip i Pogradecit do ta ketë shumë të vështirë përpara Tiranës, pavarësisht se gjithmonë po shkojmë drejt kësaj si favorit Pogradeci. Duhet ketë shumë kujdes përballë Tiranës sepse unë e shkoj me aq sa kam parun Tirana më duket më e gatshme për ta fituar të finale. Pse? Mënyra e vendosjes, por edhe loja e lojtarëve të Pogradecit, ndoshta unë nuk jam ekspert në këtë fushë, më duket Tirana nuk e di pse kam një ndjesi unë siç e ke ti për Pogradecin. Jo, po kur nuk e ke ndjesi, si arrin ti ta kuptosh vendosjen e lojtarëve dhe Shiko, unë e shikoj Tiranën më fizike se sa lojtarët e Pogradecit. E ke gabim totalisht. Dhe mendoj se do të jetë Tirana ajo që do ta fitojë kampionatin. E para një Pogradeci ka liberon më të mirë në Shqipëri. Liberon e ka. Angela Mehmeti. Po, e ka. Ka sulmuese po të mira, ka një Besnik Lisha që është në kulmin e dëgjoj, e di kush është trajner i madh. Po. Të fusi frymën dhe t'i marrë më të mirë çdo lojtare. Këtë e bën ai. Apo jo? Okej. Atëre, edhe ne besoj se morëm më të mirë në këtë emisioni. Padysh, falenderoj pa mas. Faleminderit. Petrika, falenderit. Profesor, falenderit. Baku, falenderoj dy fish. Ishe pjesë emisionit. Falenderoj gjithë kameramanët dhe teknikët të cilët punuan në studio me mua sot në emisionin tonë Sport këtu në RTS Korça. Nga unë Romeo Nxifi, natën e mirë gjithëve dhe ju le takim të anën e ardhshme në orën 20:30. Deri atëherë, mirupafshim.